Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sonte sërish në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju një analizë që unë dua ta bëj në raport të lojës së Mirit, të afrimitetit me Selinën dhe të ngjarjeve të fundit. Së fundmi, Miri, konkretisht që natën kur kanë hyrë banoret e reja, pasi që banoret e reja automatikisht që në momentin e parë kur hynë goditën Mirin dhe Rogertin, Mirit kjo gjë si që duket i rëndoi shumë dhe futi në mendime, filloi që të mendon. Që nga nata e mbrëmshme, gjithashtu edhe sot tër ditën, Miri ka qenë jashtëzakonisht shumë në mendime. Çfarë po ndodh jashtë, si po komentohem jashtë, çfarë flitet jashtë për mua, kjo gjë e bëri që mbrëm Miri të shkonte shtrati e Disës, vajzës nga Elbasani, dhe të mundohet gjatë bisedës me të fitoj një informacion nga ajo. Çfarë konkretisht po bëhet jashtë, çfarë konkretisht po flitet jashtë për të. Pas 70 ditësh brënda asaj shtëpie, Mirit i ka rënë në mendje të pyetën, ajo fjala ime që unë e kam thënë gjithmonë, si është familja ime dhe si e merr familja ime këtë gjën. Do me thënë Miri tani e përmendën shumë gruan, ndërsa në ditët e para brenda shtëpisë së Big Brotherit, Miri nuk e përmendte as pak. Dhe normalisht, kjo gjë, siç na jep të mendim të gjithëve, do me thënë të gjithë asoconim që Miri mund të ketë një marrëdhënie të shkatruar me bashkëshorten e tij, ashtu asoconte dhe Selin, sepse qasja e Mirit, momentet që Miri i kalonte me Selinën, koha që Miri ndante me Selinën, jep të mendimin që marrëdhënia e tyre është e shkatruar, por ndoshta Miri në përditshmërinë e tij me bashkëshorten është në këtë formë, do të thënë kështu e kanë marrëdhënien e tyre të dashurisë. Por pak rëndësi ka në fakt kjo gjë në këtë analizë që unë dua të bëj. Miri sot ka qenë shumë i stresuar. Gjatë kohës kur qëndronte në verandë me Rogertin dhe Juelën, teksa po bisedonin, Miri dha një mendim që siç duket autoritetin e tij, vlerën e tij, imazhin e tij jashtë e ka dëmtuar. Sepse Edisa i tha mbrëm një fjalë që Mirin siç duket e vrau shumë. Pse e dëmton imazhin e një vajze, siç është Selina në këtë lojë, dhe ndoshta këtu Mirit i shkoi mendja edhe për te gruaja e tij se çfarë po ndodh jashtë. Tani Miri ose bën, ose është. Ose Miri vërtet nuk e ka kuptuar që marrëdhënia e tij është krejtësisht e lexueshme jashtë dhe që Selina dhe Miri do me thënë kishin një diçka, ose Miri tani, pasi që e ka kuptuar që del shumë keq dhe banorët e ri që vinë me pushkën në dorë, nuk duan që të jenë afër Mirit, afër Rogertit, preferojnë që të jenë sa më afër Mateos, kjo gjë siç duket e vret Mirin dhe Miri mendon që figura e tij jashtë, personazhi i tij jashtë ka rënë krejtësisht në tokë. Dhe natën e sonte pati një diskutim jashtëzakonisht të madh me Selinën, ku në fakt Selin ishte ajo që e nisi diskutimin, duke i thënë Mirit pse flet cepave për mua, sikur unë kam pëlqim për ty. Njeriu që ka patur pëlqim për mua je ti, ndërsa Miri thonte që unë nuk kam patur pëlqim në asnjë mënyrë. Mendoj që krevati që Miri dilte në prajme, e dëmtoi jashtëzakonisht shumë dhe tani Miri ka filluar që të pendohet pse e përzjodha këtë lojën. Dhe kur unë kam komentuar që Miri do të vi në këtë ditë dhe kur do të vi Miri në këtë ditë nuk do të di se çfarë të bëj. Ndoshta edhe do të kërkoj të del nga shtëpia në këtë pikë të lojës sepse ndihet i pasigurt. Do të thënë ju më thonit që flet nga inati. Nuk flas nga inati, por Miri ishte banori me potencialin më të fortë. Do të thënë Miri ishte i vetmi banor në lojë që nuk kishte nevojë që të bën aleanca sepse qëndrimi i tij që në momentin e Big Brotherit, do me thënë si banori i parë që hyri, loja e tij e vetme që do me thënë do të kishte argumente, do të kishte fakte, Mirin do ta bënte që të ishte super lojtar.
po duke u afruar me të gjithë femrat e shtëpisë, do me thënë duke i marrur cepave, duke i marrur me të mirë, duke bërë këtë lojën manipuluse, unë mendoj që Mirin kjo karta e doq dhe imazhi i tij u stërkomentua jashtë. Tani Miri nuk e ka iden, do me thënë se gruaja e tij ka folur, nuk e ka iden që vëllau i madh ka nxjerrë në dhomën e rrëfimit se çfarë ai ka thënë për Selin. Do me thënë këto janë të bindur që ajo që flitet në dhomën e rrëfimit sekret do të mbetet sekret dhe shprehin të gjitha emocionet. Unë mendoj që Selina e përdori Mirin sa deshi ta përdorën. Në momentin e parë kur e pa që rrezikohet vërtet imazhi i saj, rrezikohet vërtet personaliteti i saj, karriera e saj, Selin filloi që të largohet nga Miri sepse Selina është e vetmja banore që ka patur super informacione brenda shtëpisë së Big Brotherit, ndërsa Miri ishte aq i zhytur në marrëdhënien me Selinën, sa që nuk arriti dot ta kupton se çfarë në të vërtetë po ndodh në raportin e tyre, çfarë në të vërtetë po ndodh me ndjenjen e tyre. Dhe kjo gjë Mirin e penalizoi në këtë pikë të lojës. Tani atë e ka zënë frika, e shoh që është shumë i trombur, sidomos ditën e sotme ka qenë jashtëzakonisht i trombur, do me thënë diskutimet i ka patur vetëm me pesimizëm, filloi dhe Rogerti, do me thënë duke pyetur pse je kaq pesimist, pse ke këto mendime, pse ke këto ide, çfarë po ndodh me ty, çfarë po ndodh me njeriu tënd, por do me thënë Mirin e shoh shumë të trombur në këtë lojë. Tani Miri mundohet që të gjithë këtë fajin në një farë mënyre t'ia vërë Selinës, ndërsa Selina është aq e pastruar sepse e mori kohën e saj, u largua nga Miri, krijoi një marrëdhënie me Gimbon, do me thënë Miri nuk i ndalonte dot gojrat brenda shtëpisë së Big Brotherit duke folur që ti e shikon me sy, ti e shikon cepave. Debate që nuk bënte me Selinën, do me thënë kjo gjë Mirin akoma e mbante në ajër se çfarë po ndodh, ndërsa sonte Miri është duke menduar se si po komentojmë unë jashtë. Tani, pas stresit të madh që Miri po kalon dhe pas frikës së madhe që atë e ka kapluar se normalisht e çorienton edhe brenda në lojë, unë mendoj që Miri do të kërkon nga vllau i madh një takim me bashkëshorten e tij apo qoftë edhe me vllaun e tij pasi që tani më ka dalë në rrjetet sociale, për të marrë një dritë të gjelbërt se çfarë po ndodh jashtë dhe pse pikërisht këto banorë që vinë në shtëpinë e Big Brotherit, mua dhe Rogertit na shohin kaq keq. Okej, Rogertin e shohin si një banor i cili është ofendues, po pse mua të gjithë të ma përmendin Selin? Mendoj që Miri nuk diti të kontrolloj ndjenjat e veta, Selina diti të kontrolloj, do me thënë në momentin kur filloi që të rreshket u tërhoq, sepse e vuri familjen para ndjenjes. Nuk mund të them që Selina nuk e ndjen Miri, nuk mund të them që Miri nuk e ndjen Selinën, por të dy janë në atë fazën që duan ta pastrojnë veten e tyre dhe të ruajnë imazhin. Si e shikoni ju stresin që e ka kapluar Mirin?